Gjermania ende nën shok. Kanë kapur personin e gabuar për sulmin në Berlin. Merkel bën thirrje të shkëputemi nga terrorizmi. Mediat botërore aludojnë. Çfarë do të ndodh pas vrasjes së ambasadorit rus në Ankara? Televizioni turk analizon deklaratat e akademikëve rus për një marrëdhënie që mund të përkesohet mes dy shteteve. Shqiptarët renditen të dytët në botë për braktisjen e vendit të tyre. Forumi Ekonomik Botëror publikon shifrat e ikjes së popullsisë nga dheu dhe vendi ynë numëron 28% të popullsisë të ikur. Vendin e parë e mban Bosnjë-Hercegovina me 30% të popullit të larguar jashtë vendit. Shkaku kryesor sipas studimit është gjendja e keqe ekonomike. Tirana nën magjinë e festave, qyteti ndryshim rrënjësor nga zbukurimet e këtij viti, larg nga dritat dhe lulet artificiale të 2 viteve më parë. Kryeqytetasit festojnë deri natën vonë në fshatin e festave dhe deklarojnë Tirana si kryeqytetet e tjera të Europës. Përshëndetje, u njohim më gjerësisht me lajmet. Personi i kapur nga policia gjermane nuk është atentatori i Berlinit. Të shkëputemi nga sulmet terroriste. Ky ka qenë mesazhi i kancelares gjermane Angela Merkel një ditë pas ngjarjes në Berlin. Vetëm një ditë pas sulmit në tregun e Krishtlindjes në Berlin, ku humbën jetën 12 persona dhe u plagosën 10 të tjerë, policia gjermane bëri të ditur se autori i sulmit nuk është arrestuar dhe vijon të mbetet i lirë. Ditën e djeshme, pak orë pas atentatit, autoritetet gjermane arrestuan atë që u mendua si atentatori, por pas verifikimeve të hollësishme, policia doli në përfundimin se nuk është 23 vjeçari pakistanez autori i sulmit. Ata deklaruan se sulmuesi është ende i lirë dhe mund të kryejë një tjetër atentat. Më herët, kancelarja gjermane Angela Merkel është shprehur e pikëlluar për sulmin e mbrëmshëm në Berlin, ku humbën jetën 12 persona. Ajo shprehu bindjen se kemi të bëjmë me një sulm të pastër terrorist. Ne kemi nevojë të shkëputemi nga këto sulme terroriste. Unë jam me viktimat dhe të plagosurit, me të afërmit dhe miqt. I gjithë vendi është bashkuar në zgjidhje të thellë me ta. Ka thënë ajo. Kancelaria siguroi opinionin publik se hetimet do të vazhdojnë deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Megjithatë, ajo pranoi se ishin lajmëruar nga shërbimet sekrete për mundësinë e sulmit të një dite më parë dhe se autori i ngjarjes ishte kërkuar azil në shtetin gjerman. Vrasja e ambasadorit rus në Ankara është shoqëruar me një seri deklaratash nga drejtuesit e dy shteteve. Për më tepër detaje ndiqni kronikën. Provokim për të acaruar marrëdhëniet ruso-turke ka cilësuar presidenti rus Vladimir Putin vrasjen e ambasadorit rus Karlov ditën e djeshme në Ankara. Kreu i shtetit rus ka theksuar se ngjarja në fjalë shkon në dëm të procesit të paqes në Siri, nisëm që u sigurua nga Rusia, Turqia, Irani dhe vendet e tjera në konflikt me Sirin. Duke folur për vrasjen e kryediplomatit rus në Turqi, Putin theksoi se bashkëpunimi me Turqinë për ngjarjen në fjalë nuk do të mungojë. Zyrtarët rusë dhe turq do të bashkëpunojnë. Ne duhet të zbulojmë se kush e organizoi këtë vrasje dhe urdhëroi vrasësin. Karlov u vra gjatë kryerjes së detyrave të tij, deklaroi Putin. Ndërkohë, autoritetet turke kanë ndaluar 6 persona në lidhje me ngjarjen e djeshme. Burime pranë policisë thonë se të ndaluarit janë pjesë e familjes së 22 vjeçarit Mert Altimbash, policit që qelloi për vdekje diplomatin rus. Më herët në një intervistë të dhënë, ambasadori rus Karlov që u vra në Ankara kishte deklaruar se Rusia ishte kundër grushtit të shtetit në Turqi, të ndodhur në gusht të këtij viti, duke lënë kështu të nënkupohej se është kundër ideve të Fethullah Gülen. Trupi i të ndjerit Karlov u përcoll për në vendlindje mes homazheve nga diplomacia turke. Ngjarjet e një dite më parë në Berlin dhe Ankara kanë ngritur shumë pikpyetje për opinionin botëror. Frika dhe hamendësimet në mediat e huaja flasin për një rrezik potencial të prag luftës botërore. Kanë qenë të shumta edhe analizat që mediat botërore po i bëjnë vrasjes së ambasadorit rus në Turqi, por më e spikatura mes tyre duket ajo e televizionit turk i cili ka mbledhur mendimet e akademikëve rus për këtë ngjarje. A mund të ketë një rrezik potencial për marrëdhënie Turqi-Rusi pas asaj që ndodhi mbrëm në Ankara? Mediat turke kanë bërë sot një analizë të hollësishme duke u referuar opinioneve të akademikëve rus. Më i ashpër prej tyre shpreh se marrëdhëniet mes dy shteteve do të vijojnë të jenë të tensionuara, ndërkohë që shumë nga profesorët rus deklarojnë se kjo situatë duhet të kalohet. Vrasja e ambasadorit rus nuk është një akt terrorist i veçuar pasi ai nuk veproi i vetëm. Pas këtij konspiracioni fshihet dikush tjetër përtej oqeanit. Ky ishte një krim frikacak dhe i urryer nëpërmjet të cilit kërkojnë të prishin marrëdhëniet me Turqinë. Ato duhet të vazhdojnë.
Kjo është një humbje shumë e madhe. Ambasadori ndërmori një mision në një periudhë kur marrëdhëniet midis Turqisë dhe Rusisë ishin të vështira. Vendet tona do të kalojnë këtë test të vështirë, por ai do lëri shenjë. E gjithë bota ka përjetuar përmes ekranit atë që ndodhi një ditë më parë në Ankara. Por cilat janë përjetimet e personave që jetojnë atje? IndTV ka bërë një intervistë me Skype me Ori Mema, një studente shqiptare që ndodhet në Ankara. Si është situata në Ankara pas vrasjes ambasadorit rus një ditë më parë? Se në çdo vend tjetër kudo që ndodh një atentat dhe përfundon në mënyrë tragjike, edhe në Ankara situata është e tensionuar. A janë shtuar forcat e sigurisë në rrugët e Ankaras? Sigurisht po, madje edhe kontrollet siç e thash pak më parë, janë në mënyrë të ndryshme në gjitha rrugët e qytetit. Dhe sigurisht disa rrugë që dje janë të bllokuara. Si po përjetohet kjo ngjarje tani në prag festash? Sigurisht që në qenë se jemi në prag festash, janë të gjithë shumë të lumtur dhe duan të festojnë. Populli turk, së bashku dhe ne që jemi të ardhur këtu, nuk po lejojmë që këto akte terroriste të na ndalojnë të vazhdojmë jetën tonë në mënyrë normale. Por cila është kronologjia e sulmeve terroriste në Evropë? Në rubrikën In Topic ju risjellim disa prej tyre që kanë pasur më shumë jahon. Një ditë pasi në Ankara u vra në një atentat ambasadori i Rusisë, Turqinë e viziton presidenti shqiptar Bujar Nishani. Edhe pse situata shumë e nder, vizita e kreut të shtetit shqiptar nuk është anulluar. Nishani ndodhet në Ankara me ftesë të homologut të tij turk, presidentit Erdogan. IndTV ka mësuar se në vizitën e tij në Turqi, Nishani shoqërohet edhe nga ambasadori turk në Tiranë. Ndërkohë, mësohet se gjatë qëndrimit në Turqi, Nishani do të pritet nga homologu i tij, presidenti Recep Tayyip Erdogan. Kryetari i Asamblesë së Madhe Kombëtare Ismail Karahman, si dhe me kryeministrin turk Binali Yildirim. Prokuroria e Përgjithshme ka bërë sot të ditur emrat e zyrtarëve të lartë që kanë fshehur të dhënat në formularin e dekriminalizimit. Mes tyre edhe kryebashkiaku i Kavajës, Elvis Roshi. Sektori posaçëm i verifikimit të integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike në Prokurorinë e Përgjithshme, në bazë të kërkesave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka kryer verifikim të thelluar në bazë të cilit ka konkluduar se janë në kushtet e ndalimit të ushtrimit të detyrës funksionarët. Dashamir Tahiri me funksion deputet, Shkëlqim Selami me funksion deputet dhe Elvis Roshi me funksion kryetari i Bashkisë Kavaj. Për të tre këto raste, krahas konstatimit të kushteve të ndalimit për ushtrimin e funksionit, Prokuroria ka nisur edhe hetimet për veprën penale të falsifikimit të formularëve, të parashikuar nga neni 190 i Kodit Penal. Ndërkohë, po vijon procedura e verifikimit në kuadër të ligjit për dekriminalizimit edhe për një numër të konsiderueshëm zyrtarësh. Është bërë tashmë traditë e muajve të fundit para zgjedhjeve që qeveritë e çdo krau të premtojnë rritje pagash e pensionesh. As kryeministri Edi Rama nuk i shpëtoi fenomenit edhe pse argumentoi se nuk po e bënte për të marrë votat në qershor. Në prag të festave të fundvitit, që përkojnë edhe me 5 mujorin e fundit të qeverisë së tij përpara zgjedhjeve të 2017-s, Edi Rama ka vendosur që të ndërmarrë një sër masash lehtësuese për pensionistët, të papunët dhe personat me aftësi të kufizuar,
por këto vendime që zakonisht qeveritin ndërmarrin në fushata, Edi Rama nuk ishte të lidhura me zgjedhjet e ardhshme. Nëse 20 vjet më parë do ishin bërë reformat që ne po bëjmë. Por ama, po ndaloj këtu duke thënë, reformat që ne po bëjmë sot nuk janë reforma për zgjedhje ardhshme, janë reforma për një gjenerat. Duke u ndalur tek reforma e pensioneve, një ndër reformat më të rëndësishme të kësaj maggjorancë, shefi i ekzekutivit tha se ishte domosdoshme ndërhyrja e qeverisë. Një skem e modeluar në vitin 93 me logjikën e vitit 47, kur për herë të parë u krijua skema e pensioneve, dhe që ishte në fakt tamam si një skem piramidale, ku shteti zhytej vit pas viti në një deficit të thellë për të mbajtur në këmbë skemën. Vijojnë studime të cilat e nxjerrin Shqipërinë si vendin më të korruptuar të Ballkanit. Ndiqni më shumë detaje në bllokun e lajmeve nga vendi. Shqipëria është vendi më i korruptuar në rajonin e Ballkanit për vitin 2016. Ky është rezultati i studimeve të kryera për Shqipërinë nga Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, e cila ka kryer sondazhin. Mësohet se 50% e të anketuarve deklarojnë se u është bërë presion të japin rishfet, dhe 40% prej tyre e kanë dhënë atë. Nuk duhet të ketë amnisti për personat publik në anhetim. Ky është amendamenti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili është miratuar në Komisionin e Ligjeve, mbi draftin i cili është përcjell Kuvendit nga qeveria. Ndërkohë Komisioni i Ligjeve ka miratuar në parim projekt ligjin, ku opozita abstenoi. E gjithë hapësira e liçenit të Farkës do të pyllëzohet. Kjo është iniciativa e fundit e Bashkisë së Tiranës, ndërkohë 450 PM-të e para janë mbjellë këtë të martë, ndërsa për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, mbjellja e PM-ve për këtë park do të rrisë së pari cilësinë e ajrit, por edhe do të japë liçenit të Farkës një dimension të ri. Të gjithë syt nga terrorizmi, ndërsa anarkistët grek djegin mjetet e transportit publik në shtetin helen. Aloe vera, bima e pavdekshmërisë. Ky është epiteti i ri pas studimeve të fundit për vetitë e saj kuruese. Shqipëria zë vendin e dytë në botë për braktisjen e vendit. Sipas Forumit Ekonomik Botëror, shumë shtete në botë kanë humbur më shumë se 20% nga popullsia e tyre për shkak të emigracionit. Shpërnguljet më të mëdha vjen re në vendet më të varfra. Për më shumë, ndiqni videon virale. Digjen 3 autobus nga anarkistët grek, por nuk ka të lënduar. Ky dhe të tjera zhvillime në bllokun e lajmeve nga bota. Anarkistët grek sulmuan në mënyrë të koordinuar mjetet e transportit publik të Athinës duke djegur 3 autobus. Ata ndaluan mjetet që kalonin në rrugën e jashtë Politeknikumit të Athinës dhe pasi zbritën pasagerët u vunë zjarrin. Nuk ka patur të lënduar ndërsa autobusët u dogjën tërësisht. Në të njëjtën kohë, një tjetër grup anarkistësh dëmtoi rënd stacionin e autobusëve në zonën rezidenciale Kifisia të Athinës. Qeveria e re italiane duket se nuk po i kënaq italianët. 2 ndër 3 italianë janë të pakënaqur me kabinetin e ri qeveritar të Gentilonit. Klima e nxehtë dhe ndarjet e thella të fushatës së referendumit vazhdojnë të ndihen dhe kjo është reflektuar në gjykimet kundër qeverisë së re. 65% e italianëve janë të pakënaqur në krahasim me 27% të kënaqur. Kina e ka rikthyer dronin në ujor amerikan që kishte konfiskuar javën e kaluar nga një anije e marinës kineze në detin e Kinës Jugore. Veprimi është ndërmarrë pas bisedimeve miqësore në mes të dy vendeve, njofton Ministria e Mbrojtjes së Kinës më 20 dhjetor. Marina amerikane ka rreth 130 dronë të tillë në New York, të cilët përdoren për mbledhjen e informacioneve rreth oqeaneve. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit, përcjellin lajmet kryesore në web. Indivi Pikal, zjarrfiksi trafikant narkotikësh, arrestohet 28 vjeçari.
Opinion pikal, Bill Clinton, rusët dhe FBI fajtor për humbjen e Hillaryt. Syri.net, Patozi bashkohet Ben Blushit, tregon arsyen, japse. Lapsi.com, surprizon Alfred Mojsiu me ato që thot për Mehmet Sheun. Newsbomb.al, pas sulmeve në Europë dhe Turqi, policia e shtetit në gatishmëri shton masat e sigurisë. Jeta është qef, 5 arsye pse duhet të friksohemi pas vrasjes së ambasadorit rus. Kush ka shëtitur rrugëve të Tiranës këtë fund vit nuk ka se si të mos ketë mbetur i mrekulluar nga atmosfera që qyteti përcjell. Zbukurime, fshati i festave dhe gjithçka tjetër festive e kanë kthyer Tiranën në një kryeqytet të denjë për të konkuruar me simotrat e saj në Europë. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song. Gjatë festave të fundvitit jemi mësuar të mrekullohemi me zbukurimet e qyteteve të mëdha europiane si Parisi, Londra, Vjena, Praga apo Berlini. Këtë vit është koha të mrekullohemi me Tiranën tonë, një ndryshim i dukshëm nga vitet e kaluara, por si e mendoj qytetarët e saj? Si të duken zbukurimet në Tiranë këtë vit në ndryshim nga vitet e kaluara? Normalisht Tirana po avancon me ritme shumë të shpejta në të gjitha drejtimet. Sa i takon zbukurimeve të vitit të ri, është një organizim shumë i mirë, shumë i bukur. Jo vetëm qendër, por në gjithë hapësirën e Tiranës, bashkisë. Mua më duket shumë bukur. Dalin çunat, pina i gotë verë për shef, ngrohen në zjarr. Po ty si duket? Shumë këndshëm. Kam marrë nga Italia këtë vit për të kaluar pushimet këtu dhe nuk shoh ndonjë ndryshim të madh me vendin ku jetoj. Një Tiranë jo shumë larg imazhit europian. Kështu e shohin qytetarët e saj dhe me të drejtë. Zbukurime që nuk mbeten vetëm brenda qendrës së kryeqytetit, kryesisht bulevardi Dëshmorët e Kombit, por janë të dukshme për kënaqësinë e syve edhe në zona të tjera, si rruga e Kavajës, rruga e Durrësit apo rruga Mysym Shyri. Kjo e fundit, një magji e vërtet këtë fundvit. Edhe pse kryeqytetet europiane janë nën terrorin e sulmeve terroriste, sërish është periudhë festash dhe dikush mendon për atmosferën festive. Ndaj në foton e ditës ju propozojmë këtë imazh, nga slitat me dëbor në akuariumin me peshq. Në Paris, Santa Claus ka zgjedhur një mënyrë të re për të argëtuar fëmijët dhe çdo që pret me padurim Krishtlindjet. Shkopi i parajsës apo bima e pavdekësisë nuk ka rëndësi se si quhet, por ajo është bima magjike që besohet se shëron të gjitha sëmundjet. E kemi fjalën për aloe vera. Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm për përfitimet shëndetësore që i sjell aloe vera. Amerikanët kësaj bime i referohen si shkopi i parajsës, ndërsa japonezët e quajnë si bima e pavdekshmërisë. Bima me efekte të mahnitshme shëndetësore e quajtur aloe vera përbëhet nga 200 përbërës aktiv biologjik dhe disa nga këta përbërës janë minerale të ndryshme, aminoacidet, enzimat, vitaminat e tjerë. Pra të gjithë këta përbërës punojnë së bashku për të promovuar absorbimin e vlerave ushqyese nga ushqime të ndryshme. Bima përmban edhe agent antikërpudhor, antiviral dhe antibakterial, të cilët e bëjnë atë opsionin e duhur për shërimin e sëmundjeve të brendshme. Me ndihmën e kësaj bime, edhe sistemi i imunitetit përmirësohet dhe i heq toksinat nga trupi. Në hapësirën sportive sot do të flasim për bukuroshet që mbështesin sportistët. Jessica Rose është arma sekrete e Arsenalit. Modelja britanike ka deklaruar dashurinë e saj për skuadrën e Arsene Wenger, duke theksuar se zemra e saj rre vetëm për topçin. Bukuroshja brune ka lindur në Londër dhe ndjek Arsenalin prej shumë vitesh, por këtë sezon ajo shpreson që ekipi të rikthehet tek titulli kampion pas shumë viteve shterpësi. Giorgio Barbie është modelja e njohur nga Los Angeles. Ajo ka një lidhje mjaft fort me palestrën, të cilës i dedikon orë të tëra për të mbajtur trupin sa më në formë. Ka 5.6 milion djegës, që na bën të kuptojmë se sa pëlqejet kjo sex bomb nga publiku. Marta Gotera është një prej atyre modeleve që e ka nisur karrierën si mbështetëse tifozësh në volejbollin e rënës, por synon që në të ardhmen të jetë mbështetëse tifozësh në një skuadër të NBA.
Nga lajmet e showbizit do të ndiqni, Britney Spears duket se ka shuar veten në limite duke realizuar një lëvizje shumë të vështirë, ndërsa Justin Bieber po shijon në mënyrën më të mirë të mundshme pushimin nga turi muzikor për pozë. Jemi mësuar që gjithmonë t'i tërboj fansat me lëvizjet e saj në kërcim, por këtë herë Britney duket se e ka çuar veten në limite, duke realizuar një lëvizje shumë të vështirë. Ajo ka qëndruar me duar në tokë dhe ka kryer një sparkat në ajër ku i ka lënë të gjithë me gojë hapur. Ndoshta veshja e saj e poshtme ishte pak e shkurtër për një lëvizje të tillë, por ja ka ndalë mban që të mbulohen. Justin Bieber po shijon në mënyrën më të mirë të mundshme pushimin nga turi muzikor Purpose. Por ai provoi edhe një herë se është i apasionuar pas udhëtimeve, teksa është parë duke u larguar nga Los Angeles. Deri këtu nuk ishte ndonjë gjë të re, por fakti që Bieber ishte i shoqëruar nga një femër misterioze na ngjalli shumë kureshtjen. Kim Kardashian dhe Kanye West nuk i pëlqejnë tash temet poshtë e lartë që martesa e tyre nuk po shkon ashtu siç duhet. Ata janë parë në publik duke shkuar për një darkë në restorantin Giorgio Baldi në Kaliforni. Kim dukej më seksi se kur, e veshur me pantallona dhe bluzë të bardhë me dekolte të hapur, ndërkohë që Kanye me luk të ri tashmë ishte veshur thjesht dhe shumë sportiv. Gjermania ende nën shok. Kanë kapur personin e gabuar për sulmin në Berlin. Merkel bën thirrje, të shkëputemi nga terrorizmi. Mediat botërore aludojnë. Çfarë do të ndodh pas vrasjes së ambasadorit rus në Ankara? Televizioni turk analizon deklaratat e akademikëve rus për një marrëdhënie që mund të përkesohet mes dy shteteve. Shqiptarët renditen të dytët në botë për braktisjen e vendit të tyre. Forumi Ekonomik Botëror publikon shifrat e ikjes së popullsisë nga dheu dhe vendi ynë numëron 28% të popullsisë të ikur. Vendin e parë e mban Bosnjë-Hercegovina me 30% të popullit të larguar jashtë vendit. Shkaku kryesor sipas studimit është gjendja e keqe ekonomike. Tirana nën magjinë e festave, qyteti ndryshim rrënjësor nga zbukurimet e këtij viti, larg nga dritat dhe lulet artificiale të 2 viteve më parë. Kryeqytetasit festojnë deri natën vonë në fshatin e festave dhe deklarojnë Tirana si kryeqytetet e tjera të Europës. Sa po keni ndjekur In News, për më shumë do t'ju sugjeroja që ta vizitonit edhe në intv.al. Ne do të rishihemi sërish nesër në orën 18:30. Deri atëherë, mirupafshim.